Në përvjetorin ditëlinjës së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në muzeun që mban emrin e tij, janë ekspozuar për herë të parë libra origjinale të sjellura nga Muzeu Kombëtar i Tiranës. Kemi ardhur pikërisht për të prezantuar, po themi, koleksionet dhe vlerat më të çmuara me të cilat mburret dhe krenohet Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, libra të cilët flasin për jetën dhe veprën e heroit ton Gjergj Kastrioti Skënderbeut prej viteve 1500, 1600, 1700. Pse kemi përzgjedhur këta libra? Për t'i treguar të gjithë vizitorëve të këtij muzeu, por më së shumti të rinjve, se si ky hero që është i shqiptarëve, nuk na përket vetëm ne, por njihet ndërkombëtarisht, se si figura historike që kanë lënë gjurmë në historinë mbarbotrore kanë kujtuar dhe kanë shkruar mbi jetën dhe veprën e heroit tonë kombëtar. Me Diafisi, drejtori i Muzeut të Krujës, ka ngritur lart figurën e Skënderbeut, i cili është sot personaliteti i dytë ushtarak për të cilin janë shkruar libra më shumë në gjithë botën. Ky është muzeu më i vizituar në Shqipëri, pa diskutim, por është dhe muzeu më i dashur për gjithë shqiptarët. Gjithë këto objekte, gjithë këto vepra origjinale që kushtojnë heroit tonë kombëtar të ekspozuar në një sipërfaqe kaq të vogël dhe me këtë vlera të jashtëzakonshme, përbën një thesar të jashtëzakonshëm që ne e kemi dhe ne vazhdimisht kemi thënë që figura e Gjergj Kastrioti Skënderbeut është nga më të rëndësishmet e historisë botërore të shekullit 15 dhe është i dyti person në botë rreth të cilit ka shkruar më shumë vepra, mas Napoleon Bonapartit. Por nëse për Bonapartin ka shkruar më shumë Franca, një superfuqi kulturore dhe ushtarake, për Skënderbeun, vendi i cilit mbeti i varfëruar dhe i grabitur pas pushtimit shekullor, atë e kanë vlerësuar dhe nderuar autorë të shumtë nga gjithë bota.